Shtylla e parë është qytet funksional, shtylla e dytë është kryeqytet që zhvillohet dhe shtylla e tretë është Prishtina e barazisë. Përshëndetje jetë, faleminderit që fokusi yt për Prishtinën ka qenë edhe gjatë mandatit kaluar e se duket do të jetë edhe në këtë mandat, edhe përshëndetje për gjithë kolegët të pranishëm. Para sa të flas për planin e lëvizjes vetëvendosje, dua të theksoj se jam pjesë e një liste ku bëjnë pjesë 56 persona të përgatitur profesional të përkushtuar, gjysma e tyre janë gra, 3/4 e listës bëjnë pjesë për herë të parë në një garë zgjedhore, ndërkohë që 1/4 e listës janë qytetarë të Prishtinës të s'kanë qenë fare anëtarë të lëvizjes vetëvendosje, por se i kanë besuar vizionit tonë. Lëvizja vetëvendosje në këto zgjedhje garon me platformën Prishtina 2035, që bazohet në 3 shtylla. Shtylla e parë është qytet funksional, shtylla e dytë është kryeqytet që zhvillohet dhe shtylla e tretë është Prishtina e barazisë. Shkurtimisht po i përmendit të 3 shtyllat. Qyteti funksional ka kuptimin e mobilitetit në Prishtinë, siç e dim gjithë kohë gjatë e sidomos mandatin e kaluar Prishtina ka ngecur. Prej momentit kur dalim nga shtëpia, gjithë ditët që zhvillojmë punët, detyrat dhe veprimtarinë tonë, e deri në mbrëmje kur kthehemi ka një ngecje. Kjo duhet të ndryshoj. Kryeqytet që zhvillohet e ka kuptimin e veprimeve dhe masave të cilat kishin me ndiku që Prishtina dal nga dal për me hapat sigurt me vizion t'i afrohet të paktën qyteteve të rajonit, gjë që nuk ka ndodhur gjatë mandateve të kaluara, si dhe e fundit Prishtina e barazisë. Siç e dim, ne jetojmë në një qytet ku ka dallime të mëdha mes lagjeve. Për shumicën e pushtetarëve të deri tanishëm Prishtina ka qenë reduktuar në shesh dhe në lagjet ku banojnë ata apo të afërmit e tyre. Kjo do të ndryshojë me lëvizjen vetëvendosje, përmes kartelës së lagjes, investimet do të orientohen atje ku është e nevojshme dhe atje ku janë kërkesat e qytetarëve.